Takohemi bashk në këtë natë speciale. Është 1 janari dhe viti sapo ka filluar. Unë kam ardhur pak fshehur azi sepse në studio së së diellës sot kemi plot artista të mëdhej. Dhe do t'i ngacmoj pak sepse tash skena e njeh, muzikën e njihni të gjithë, do ta trukisni kudo dhe shohim të zbulojmë ndonjë kuriozitet pak më shumë. Qëndroni me ne sepse spektakli sapo ka filluar. Gena mirë mrama. Unë po vi këtu afër. Si jeni herë? Përshëndetje, shumë mirë. Kemi dëgjuar që jeni një nga këngëtarët më të paguar në Dasma. E di që paguajmë mirë, domethënë, po megjithatë besoj se nga vitet edhe nga karriera edhe njerëzit më vlerësojnë. Edhe veçën e keni shumë të bukur. Pyetja pak. Shumë e bukur. Faleminderit. Sa ka kushtuar veshja? Veshja, në fakt, unë nuk merrem me çmimet e veshjes sepse gjithkohës merret zonja ime, nusja ime, edhe ajo më bën gati të gjitha, edhe më duhet ta pyes atë në telefon sa ka kushtuar. Unë tash do hyj pak këtu në mes për t'ju bezdisur pak. Çfarë programi jeni ju zonjë? Ne në fakt vim nga Top Albania Radio. Po. Jemi nga She's On Air, por jemi një celizë e së diellës. Ti kujton që nëse dim që ju jeni She's On Air, po jeni ju e bote. Dhe keni ardhur ditën e dur, shikë kam krah. Kemi një artiste të madh që na përfaqëson Shqipërinë dhe kemi Artiola Toskën. No, ja, si është, ja kështu e desha jetën. Artiola, Egli, Gena, Veshka. Dëgjoj, Artiola flet vetëm me. Më fuqi refrenin për janë 7 gocat më të bukura në Tiranë, çfarë refreni japi? Gostirone jam, rrogët këtu i kom, në fund botës me shku, shpirtin e kom. Kuptoni çfarë sot apo jo? Çfarë do më shumë? Genën ngacmo se Gena kam. Fola me Gena. Se Gena është Gena është i prapë. Më mirë, si do të thaj? Më mirë ty dhe fukara, ka gjithë jetën edhe. Si është? Falni pak. Ka gjithë jetën që thot. Më mirë dhe me ty dhe fukara dhe disi shtohet llogaria ke banka. Ka ndryshuar tani është më mirë me ty dhe me para. Më mirë me ty dhe me para. Mirë mrama. Nevi si të ka? Mirë mrama, po me këtë dialekt vazhdoni këtej, lutem shumë. Pra ka jam. Dilla se thot mirë mrama i zoti shtëpisë, po se di tash kush. Si tek. Ka delegu kompetencat, te. Kemi këtu në tavolinë një gocë nga Mirdita, po gjetej kush është, ke premio. Po e gjeta kush është. Ja, që nga ne deri atje. Do të më pa kur i shndrit fytyra apo jo. Se kanë mënë. Se çka ka Komisja se kanë mënë. Jo, po më që po e përmend Mirditën. Okej. Ai shndret fytyra. Nuk pa shndritje. Jo, buzëqeshje pra, me këtë na shkodran tani shnëriti fytyra ka buzëqeshje. Si po duket atmosfera sonte? Orvin. Po tash emocionet janë gjithmonë pranishme, normalisht sepse secili don, si më thon, me dhënë atë maksimumin në ana profesionale as ti material që ka sjell këtu, po kur shef që ke artistat me të cilët njihesh prej vitesh, aq më tepër që unë sa vite po mbajmë si i shtëpisë Top Channelit, normal që ndihem mos miri. Të shi, me qenë se shumë vetë dyshojnë për miqësinë tonë. A kanë gja me dyshu, Egli? Asgjë për dyshuar se duhet ketë. Nuk e dim, mu më kanë çmend. Mua personalisht, jo. Do më thonë që jemi në gjëra e dulur. Unë kam bërë asgjë të gabuar. O e poshtër, qa jetu lanë me kuptu. Nuk ashtë të vërtet. Nuk ka ndryshuar absolutisht asgjë, marrëdhënia jonë është e jona. Është e jona. Kështu që jemi shumë okay. Na thuj na i gjatë, për nej projekt të ri, me qënë se ka marrë dhe Yes Day. Do shemi prap të dielave. Jemi shumë të lumtur që Jemi ne tek kemi të muzika këtë radhë, edhe patjetër që edhe me projekte muzikare që po punojmë aktualisht për 2026. Tani unë ty do të prezantoj me një mikun tim që i këndonte në vitin 1983 vajzave kështu. Moj vajza gjiro kastrite, s'mo del mali asaj dite, dole në rrugë më prite ylle drit. Kaq, jo kom radio. Kaq. E dina ta gjithë se kush është ky zotëri. Si ndjehesh? Shumë mirë, si në Shqipnimo. Për këtë vit, me qenë se hym në vitin 2026, kanë ndryshuar çmimet, mund t'jenë çu pak çmimet e koncerteve? Në fakt që shumë vite nuk është që kom lujt me çmim. Gjithmonë mundona me bë këngë të mira dhe kudo që shkoj me performu nëse është koncert, kom qef edhe ai mundoj kënaqë me fitu edhe ai, jo vetëm. Dasma të punë qefi, kudo që e bën dasmën, për shembull nëse na ftojnë, falenderoj shumë këtë ata që mbojnë pjesë gëzimeve tyne. Po me çmim s'kam qef shumë me lujt se e di ku po jetojmë edhe çfarë thona, domethënë jeton edhe populli.
Kështu që nuk është që luj me çmime shumë. Çmimi më i lart mund ta thojmë që mund kesh pas për një koncert. S'kam qef me me shifra. Me shifra, okej. Nga gjithë këngëtarët që kemi ne këtu sonte, me cilin ose cilën do kishe bërë një bashkëpunim? Në fakt me Artionin ne kemi 2 duete, 2 bashkëpunime. Okej. Njënën prej tyre kemi me këndu sonte, është një këngë shumë e mirë. Shok mirë kam edhe vlla, edhe Sidritin. Po? Që e du fort. Nuk shifemi shpesh, por sido që tjetë kam një respekt veçantë për ta. Kuptohet edhe për Genën, për gjithë pa dallim. Jeni gjithë emrat e Për mëdhenj. Enkelejden edhe pa dallim. Me Eglin do kishe bërë një bashkëpunim? Gjithmonë kur është, unë kam për 150 duete. 150 duete. Kështu që do që është e mirë edhe diçka që ka nështë energji pozitive në to pse jo me knasit madhe, kështu të qovë. Kështu që unë tash po e pres, unë e holla atë Gorin që për t'ju parë në një bashkëpunim me Egli. Po ti do kishe bashkëpunu me Goldin? Me kënaqësinë më të madhe, po ashtu siç shpjegoi edhe Goldi, është çdo gjë tek materiali. Nëse vjen diçka spontanisht e bukur e mirë, patjetër që po, jemi. Ti në fakt edhe për pjesën rap je fantastike, kështu që nuk e di, do ishte një Jo, rapi është ai më i zotit që unë atë kështu që mendoj që mund të ndaj. Kështu që ne e hollëm atë Gorin dhe po presim një bashkëpunim. Kush e di? E Vlat? Po shpejt nuk kam kohë tani. A shifni sa të stresuar kam vinë sot. Pse je kaq i stresuar? Jam i stresuar sepse është përgjegjësia e madhe që gjithë stafi e diell ka përgatitur programin e vitit të ri për Top Channel sepse televizionistë e meritojnë. Kemi këngë, kemi valle, kemi humor, kemi shumë gjëra të bukura sot. Po gjaja më e bukur je ti Ovino, si mund të jesh i stresuar ti? Jo, nuk jam i stresuar, thjesht kam pak atë merakun që çdo gjë do dalë mirë, por ne jemi përgatitur, kemi 2 muaj që punojmë dhe stafi është përkushtuar maksimalisht. Jemi të gjithë, mungon dikush? Jo, jemi të gjithë. Kështu që le të fillojmë. Yes, fillojmë. Mu ma kanë ba pak me hile sepse do ishe ullur keja tavolina, po a i vini ma ka ba me hile, a i vini. Po s'ka gja, se jam mirë edhe këto, do i ha gjitha pastaj unë. Jam këtu me Shkelzim Jetishin dhe jemi në pritje të hymë në skenë. Si ndjeheni, jeni të emocionuar? Knatësi që erdha sonte këtu në Top Channel, si gjithnjë, i mirë pritur, emocionet. Jemi mësu me këto gjana, po me që ata janë emocionet, po emocionet mira, po festojmë festën e vitit ri, me shumë pritje për një vit më të mbarë, me dashuri, me begati, me gjithë të mirat për gjithë shqiptarët kudo që janë. Si ishte ky viti që ne sapo lam pas? I ngarkuar? I ngarkuar po se po, unë e pata edhe gëzime edhe pak hidhrime. Gëzimi më i madh këtij viti ka qenë sepse u bëra gjysh për herën e 4. Shumë urime. Faleminderit shumë, fitova nipin tim, Drenin, ndërsa ajo mërzitshmja ishte po janë punë të Zotit nuk ndalen. Humba motrën time, Valbonën, dhe ishte një moment jo i këndshëm për këtë vit, para 2 muajve. Por jeta është kjo, ato janë punë të Zotit, pas një smundje të gjatë dhe iku, por shpresoj që të ketë vajzat, nipat, mesat me jetë gjatë, të jemi ne, edhe prapë se prapë edhe me të afërmi edhe mu, edhe vetës, edhe familjes time, ju uroj këtë vit, ju uroj një vit mbarë gjithë. Edhe ju përgëzoj për punën. Shumë faleminderit. Si televizion, përjetar në gjithë shqiptarin, ju uroj punë të marë, suksese edhe më të mëdha në vitin 2026. Shumë faleminderit dhe një mesazh për shqiptarët? Sa më shumë dashuri. Ajo na duhet më shumë ti. Po mungon dashuria mendoni? Mendoj që po. Sa më shumë dashuri. Ky ishte një mesazh shumë i bukur për të filluar këtë vit të ri. Faleminderit, shumë respekte. A do doni që nipat dhe mbesat të vazhdonin hapat të juaja? Po, me siguri se po, pse jo. Është një tashmë profesion, se ku në fillu kretë ndryshe tash është një profesion i bukur. U sjell njerëzve gëzim, u sjell njerëzve emocion, edhe po ashtu kur të kthehet ai emocion, pastaj prej publikut aty është kënaqësia më e madhe. Është arritja. Është arritja, është suksesi, është e shef që rezultatin e punës tënde që ke bërë me vite. Kështu që pse jo dhe nipat dhe mbesat nëse janë të ende ata, por nëse kanë prirje, pse jo. Kjo është një industri muzikore shumë e vështirë, shumë e ashpër, ka bryla, çfarë nuk ndodh, si me thanë. Me çfarë, na jepni një mesazh, me çfarë nuk do bëje kurrë një kompromis në këtë botë të artit? Është vërtet e vështirë, brylat e këto
Me të thonë drejtën, unë është më afirmu në moshë më tre në shumë vite në kohën e ish sistemi tjetër dhe i kom kalu ato për me bryllat nuk jom marrë fort me ato punë, po kompromis... Çfarë bryllash? Ja, po brylla, si që thetit, bryllat të kolegëve, të organizatorëve, të ku ta diun në për koncerte, në për mramjet ndryshme. Po ato nuk jom marrë me to, me të thonë të drejtën, edhe ndoshta kom gëzu një respekt, një autoritet, që kom arrit me punën time dhe kom qenë larg atyne, i kursyn si me të thonë prej atyne. Çfarë nuk do të bëja kompromis për rrugën e vlerave të muzikës shqipe. Po jetojmë në një epokë që po ndodhin shumë ndryshime, është e vërtetë se ndryshimet po ndodhin jo vetëm muzikë, po edhe në jetën tonë përgjithësi, kemë ndryshuar sistemin, po ndrojmë, shoqëria po ndron, kapitalizëm nga mas parëve, nga mas punës, nga... Ka ndërhyrë shumë, domethënë, kapitalizmi. Shumë e vërtet, por kompromis, porësi nga unë nuk duhet të bëjmë në rrugën e vlerave të muzikës shqipe sepse kemi një muzikë shumë të bukur, që nuk e ka asnjë popull këtu në Ballkan. Ju na dukeni shumë pajtësor, por ka ndonjë koleg që mbani çik më ri, që nuk flisni sot? A mund të dim ndonjë emër? Një emër. Gjatë jetës jem përballë me shumë të ndryshëm edhe në Gjakovë, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, por si tip jam një natyrë më të qetë që e te i kaloj. Kështu që, sinqerisht po them, nuk kam asnjë që nuk flas me të. Muj me pas nashta në ndonjë menit momentit, në ndonjë hatërmbetje ku ta diun, por mës me folu nuk di me kënd nuk flas. Domethënë flas me të gjithë takohemi si sonte që jemi këtu edhe kalojmë një kohë të bukur e mund të them lirisht që shumë rrallë takohemi njëri tjetri. Shumë rrallë. Rrallë, takohemi jo rrallë, po si kohë, domethënë, e kryjmë këtë xhirim sonte, edhe nesër ikim gjithë në për aktivitetet tona. Okej, nuk keni kohë të kaloni një... Në Shqipëri, në Itali, në Gjermani, në Amerikë, domethënë, pak kemi kohë të kalojmë së bashku. Me përjashtim ata që ikom në Gjakovë ose në Prishtinë që janë më afër. Ju falenderojmë shumë. Faleminderit shumë. Kështu që mezi presim t'ju shohim në skenë dhe shumë faleminderit që jeni këtu me ne sonte. Kënaqësi edhe për mua sonte që jam këtu me gjithë ta kolegë dhe kolege që po i shoh këtu. Faleminderit shumë. Unë të shi kam nderin të madh të kem përballë meje Remzien. Faleminderit, kënaqësia dhe imja. Remzie, si ishte për ty ky vit që lam pas? Mirë, i suksesshëm, po në rast parë unë gjithmonë e them ta kemi shëndetin dhe puna vjen ka dal. Nuk ngutem, po me të vërtet kaluam mirë këtë vit. Shpresoj dhe uroj edhe viteve tjera të jemi rehat, të jemi shëndosh dhe vazhdon puna. Një moment më të bukur që ju ka ngel pak më shumë në mendje. Momentet më të bukura, unë i kam familjen time, merdi edhe një nipi i dytë. Shumë urime. Faleminderit. Kjo ishte një kënaqësi shumë e madhe. Po sa i përket punës, kemi punu, kam bo këngë të reja, po në një moment më special diçka, po kohëve të fundit, po e them edhe këtë. Ditari ka qenë shumë i njohur, edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, po është rikthyer. Është përkthyer. Është përkthyer në gjuhën angleze, në gjuhën franceze, në gjuhën gjermane. Kemi një ditar international. Po m'pëlqen se po i rri bukur në gjitha gjuhët. Shumë bukur, është një nga këngët e mia të preferume. Mund ta them këtu. Unë e këndoj me mesën e vogël. Po historia kësaj këngë unë e mora për 25 vjetorin e maturës, apo 30 vjetorin besa kemi qenë, maturës time me gjeneratën time, dhe nuk e di se si u kap kjo, nuk e kam menduar asnjëherë, shok jena, e bukur. Ndërsa, një moment që preferoni mos ta kujtoni, që ta leni pas bashkë me vitin 2025. Po, çka me thonë, do shta su përgadita për këto, jo diçka në situate pa lakmuar, përgjithësi mirë ka qenë, nuk e di, nuk kam në i moment kështu. Edhe ma mirë. Shqyqyr, pra ndaj them, shëndetit, kërkojmë vetë shëndet. Një mesazh për shqiptarët.
Nga zemra I përshëndes gjithë, edhe ata që më duan, edhe ata që s'më duan nga një herë, a? Kush nuk të do. Nga zemra, paqin, fat, shëndet kudo që janë në botë, sepse kemi gjithandej shqiptarë si nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, nga Mali Zi, paqin, shëndet, lumturi, mirësi në familjet e tyre dhe gëzuar 2026. Ju dua pa fund. Remzi, shumë faleminderit, edhe presim edhe hitet e tjera të përkthyera, sepse pas kanë shumë sukses. Po ku e merr? Faleminderit. Faleminderit. Kështu që tash po përgatitemi për skenën dhe mezi presim të shohim dhe në Patjetër, me një këngë tre që vjen nga Edi Balili, është bërë një këngë e re, më pëlqeu dhe do e sjellim për herë të parë këngën që kam bërë. Edhe për atë ne mezi presim. Je vetëm o do jesh vetëm. Pa në gjatë. Pa në gjatë. Okej. Shumë mirë, super sukses në mirët me punët e veta, ka pas disa punë, Zvicër është këthysi me shpejtësi edhe erdha vetëm. Pyetje me spec. Janë ato pyetje që, ore, po ju që këndoni bashkë, ore, si ndani ato legë? Kush e ka përqindjen më të lartë apo e keni 50-50? Më thuajti mua, kush ka fillu para në gjati apo unë? Unë jam më madhja. Më pëlqen. Edhe drejt. Unë jam më e madhja, kam fillu ma herët, në gjati më është bashkan gjitë dhe duket që është mirësia e botës që është në gjitë vllau në skenë bashkë me mua, sepse e kam shumë atletë, si për kongën, si për udhëtimet, si për bashkëpunimet. Një mbështetje shumë e madhe. Vlla, sinqerisht nuk ka më mirë. Edhe keni zënka, ose kuptoni shumë mirë dhe në skenë dhe në bashkëpunime? Nuk kemi zënka të vogla gjithmonë për punën, kurse zënkat e tjera në gjati edhe jalëshoj rrugën edhe malëshon rrugën. Po nuk bëhemi agresiv shpesh, sepse po na hecë në barë edhe kështu që e mirë jem të e kalu, po sa i përket punës nga njerë edhe une jam e padurushme, si ma shpejt reagoj, po si se kape këtë, po pse se bëre këtë, po pse? Po që përdrisa rezultati është e i, do thoj që me gjithmonë gjithçka është në linjë. Patjetër që duhet ta diskutojmë, ndoshta edhe nga njerë me nervozizëm sa i përket punës, sepse pa bërë gjëra të vogla, muhabete, debate, nuk vinë edhe senet e mira. E drejt. Do të punojmë. Ishte një nder dhe një krejtësi shumë e madhe. Mezi presim të shohim në skenë. Faleminderit shumë. Asia dhe imja, me këtë vajzë kaq bukur me këtë intervistë. Shumë e mirë, faleminderit. Ne kena vol pak brapa skena, po që. Faleminderit shumë. Si ishte kjo darkë? Si ishin përshtypjet e para? Si ndjeheni? Plot gëzim e dashuri. Kishte shumë ritëm, ngjyra, këngë, humor, thjesht një mbrëmje jashtëzakonshme. Ju këndoni gjithmonë Çamërisë dhe për ju është gjithmonë një emocion. Si ishte sonte? Ne sonte I kënduam Çamërisë, por në netët e përhershme nuk I këndojmë vetëm asaj. I këndojmë gjithë Shqipërisë. Gena. Përshtypjet më të mira se sot, sa bukur kemi kaluar sot, do më thënë me gjithë të gëzime, me gjithë të are, me gjithë të kinga këtu, me gjithë këta artista, kemi kaluar super. Kështu që gëzuar 2026 në gjithë shqiptarve, qoftë ky vit I mirë mbar për këto. Një urim edhe nga ju? Gëzuar për shumë vjet. Gëzuar 2026, inshallah ata që janë tek u bofshin çift inshallah. Shëndet, edhe si ishte ajo? Më mirë me ty dhe me para. Edhe në kokën tënde. Ka ndryshuar. Faleminderit. Ma kanë kallin edhe Gena. Hajde si ti. Hajde afro si ti. Tash unë kam një pyetje. A ishte dikush që ka pi pak më shumë se të tjerat? Unë jo. Ki pa ndonjë gjë? Personalisht s'kam lidhje hiç me pijen. Kuptohet me ujin që ka fal Zoti normal. Po pra, po ti do të më thënë se kush ka pi pak më shumë? Ki pa ne? Kam përshtypjen Manushi edhe nuk e di Gena ndoshta, se di. Gena, për këtë iku shpejt kështu Gena, Ka mundsi. Ndonjë përshtypje si ishte kjo mbrëmja? Atëherë, kur qëllimi është I bukur për me festu festa, atëherë normalisht që gjërat shkojnë bukur. Plus edhe që erdhi edhe vllai prej Presheve. Ja, se parë më tha që ishte distant, derisa tash ju kam bash. Po. Normalisht gëzime paqin shqiptarët, paqin për me festu, por kur mos me harru krijuesin edhe atë që na dha mundësinë për me gëzu. E vërtet, mesazh shumë I bukur. Si ishte për ty kjo darkë? Me të vërtet kalova shumë mirë, edhe me këta që I kom njoft, edhe me këta që jena njoftu, ndoshta për herë të parë, sido që tjetë të falenderoj shumë Top Channel dhe falenderoj edhe Edi Balilin, që ka bëtë mundshme më konë sonte bashkë.
me juve komplet, kështu që urime këtë shqiptarëve kudo që janë inshallah kanë të mira në mbarësi gjithmonë jetë, jo vetëm këtë vit, po këtë vite që ka vinë pas. Amin. Të që kam një falemnderës kaq të bukur që me ziprita me artë të tjeli. Si e mirë? Një falemnderës pra. Si ishte ky vit për ty? Mrekulli. Ky vit edhe viti që ka kaluar edhe viti tjetër, besa dhe tjera se duhet me ja bë Zoti shqyrin për të tana. A do ndash me ne një moment që më të bukurin, domethënë, të këtij viti 2025-s? Po një s'mundu me nda se janë shumë. Ku ka gja më të mirë? Nuk ka gja më të mirë, unë nuk jam një që flas. Momentet e bukura duken edhe dallohen edhe besoj që i kam shpreh me këngë dhe me videoklipe të reja. Në fakt ne ty Eli të njohim si një karakter shumë të fortë, shumë të fortë. Jesh gënjur ndonjëherë? Shumë herë. Më shumë se jam kënë, domethënë te normalja jam e zhgënjyme. Po të bajnë më të fortë edhe faleminderit Zotit për çdo që art mirë sa art. Ja, i mirë pres. A ka Eli dikë në zemër tani? Absolutisht, tash që gjithmonë kam e pas. Si herë, duhet dhe s'kam se mendet vetëm. Që duhet me pas. Po me që jemi, një copa kapella të jeta pra vazhdoj, ki? Po, marojmë. Pa ty në shtratin ton të vjetër, unë do të ndaj me dikë tjetër, po imazhi jo tek mua, shpesh më shfaqet, e pse s'dua, në kështrat më putje mua, ti dëshmitar sheti do mes, ose m'ka thënë shumë herë të dua, dashuria kur s'es. Shumë faleminderit, Eli, shumë faleminderit. Edhe një urim për shqiptarët. Për shqiptarët, si që kanë zemër një odhash Zoti. Zoti i rujt djemët edhe vajzat që i kena në për tanë botën edhe i dash Zoti artë që në shpijat e veta, edhe unë preferoj që të kishin marrë gjithë me jetu me bashkë Shqipin e madhe, sepse na e meritojmë, mos mu shpopullu pa e meritojmë, mu mbi popullu, e rrofë Shqipnia, rrofë shqiptarët, rrofë të rinia, nuk e di, fjalët më të mira, urimet më të mira i kam bërë. Eli, shumë faleminderit. Është, domethënë, faleminderit edhe që na përfaqëson ne shkodranëve. Kemi që vlet me dialekt shkodranës. Unë vdes. Gjuha shqipe në tërësi është e bukur, po dialekti jo nuk pa di. Se po i vjen si mu hap, e dim, po Po pse na përket? Na duhet. Faleminderit shumë Edhe herë. Ta shijojmë sot. Sukses edhe Shpresoj shumë vjet, gëzuar zemër. Faleminderit. Një nga emrat më të mëdhej të muzikës shqiptare. Erdha unë si Nancy Kam. Faleminderit, si jeni ju? Ne jemi mirë, faleminderit dhe jemi shumë të nderuar që të kemi këtu sonte. Kënaqësia është te imja. Është bukur kur mbledhemi gjithë artistët bashkë, festojmë së bashku, kështu që faleminderit Top Channel që na e vën të mundur gjithë të super organizim siç është ky sotmi. Si ishte ky vit për ty, 2025? Me të thënë drejtën, falni për modestinë e tepruar, po të gjitha vitet për mua kanë qenë të njëjta deri më sot. Shëqyr Zotit, punë sa dush, punë pafundësisht. E rëndësishme është që jemi shumë mirë me shëndet, kjo është mbi të gjithë tjerat. Punë kemi patur, shëndetin e kemi patur, për t'ju falendëruar Zotit. Një moment më të bukur? Momente shumë të bukur kam pasur gjatë gjithë vitit. Takime me fanca pafundësisht, koncerte pafundësisht, pafund. Jeni gjithmonë të njëjtë ngrohtësi me fancat. Vetëm momente të bukura kam, nuk kam momente. Po ja, kjo gjë shumë e bukur, domethënë që edhe 2026 po kështu uroj. Inshallah, shpresoj të jetë i tillë jo vetëm për mua, por për gjithë shqiptarët. Sparit kanë shëndet, mirësi, dashuri, paqe me veten, të jetojnë sa më mirë dhe sa më bukur edhe sa më qetë. Tash një kuriozitet. Cila është kënga ku shqiptarët shmenden më shumë dhe hedhin edhe më lek? Ka varet ku këndon, nëse këndon në Shqipëri të mesme, janë disa këngë Shqipërisë mesme që hidhet pare. Nëse këndon Veri ka disa tjera, për shembull nëse këndon Veri, Vallja më e bukur ose kënga e Vallja e Tropojës, është një ndër perlat e Veriut. Shqipëria mesme ka disa, një mbroma i Zotit Shtëpisë për shembull që nëse do më pyesje kur është kënga që i bashkon të treja trevat, sepse ne kemi ose themi Gegni Toskëri. E gjithë Shqipëria e madhe ndahet në përmendimin tim, jo në Veri Jug, Shqipëria mesme, Kosovë më thash, po ndahet në dy. Gegni Toskëri. E vetmja këngë që përmbledh Tosk, Geg, Çam, të gjithë shqiptarët kudo që janë, është një ndër perlat e muzikës shqipe, Hajdin Pasha për shembull. Vdes si një Sarandiot, si një Tiranë, si një Prishtinali, si një Tiranë, si një nga Mitrovica, kjo është një ndër perlat. A kapela, shumë pak. Tani këtë moment? Po. Okej. Hey,
hajre dine pasha o poj, vjen o radi, i këso valo ku janë, o malete di, i breso valo ku janë, o malete di brës. Kjo është një ndër perlat e Veriut. Tani, me thonë drejtë më kapi që ngush shumë shpejt, nuk është se u mobilizova 100%, por kjo është një ndër perlat që unë kam pasur fatin e madh ta risjell një këngë shumë vjeçare, ta risjell apo hit bashkë me mikun tim, kolegun tim, vllajin tim Ermal Fezullahu. Ndonjë projekt, ndonjë bashkëpunim të afër? Projekte bashkëpunime të afërta. Unë fakt sapo kam lançuar 2 këngë, siç e keni parë. Në këtë program të vitit të ri bi një ndër perlat e muzikës Shqipërisë mesme, atë të sofrës, dasmës Shqipërisë mesme. Kam një projekt tjetër nga shkurti 2006-ës me një super artiste, po me thënë drejtën pa e finalizuar, nuk ja vlen thuhet. Kështu që Okej, ne mezi po e presim. Të kanë thënë emrat të ftuarit që do jenë me ty në tavolinë sonte? me mua sonte do jetë me sa di unë mikesha ime Poni, Ylli Baka, kemi 2 nga jugu, do t'jetë nga Tropoja i madhe Gzimnika, do t'jetë nga Kosova Remzia Osmani Nezhat Osmani. Nezhati nuk është vetëm Remzia, okej. Siron Hoxha, sigurisht Shqipëria mesme ta boni. Një shkodrane? Kemi edhe Naçen prej Shkodrës tu, Maj Naçe. Një shkodrane në skenë që është? Cila? Eli Malaj. Sigurisht që kemi edhe Eli Malaj. Tashi, konfidencë, me cilin nga këto artistët puqesh pak më mirë? Me thonë drejtën, po t'i pyesësh gjithë ata artistët që jemi sonte këtu, edhe ata që ishin para nesh, të gjithë do të flisnin me superlativa për punë marrëdhëniesh flas, shoqërore, miqësore. Unë hyj te këngëtarët më paqësor të mundshëm. Unë kam marrëdhënie të shkëlqyera, të jashtëzakonshme me gjithë kolegët. Do thuash ti, nuk është për efekt televiziv me qimi para kamerës. Nëse më gjen një artist tot që Siron Hoxha edhe jashtë kamerës, shumë në kafe private që më pëlqen si tip, në fakt mund ta konfirmoj sepse përcjell shumë pozitivitet. Ne është hera parë që takojmë nga afër, kështu që është shumë pozitiv. Edhe me që jemi vërtet për herë të parë po shihemi nga afër, që është shumë e bukur. Të falenderoj pafund, faleminderit. Më shumë më e mirë se në kamerë. Faleminderit. E sot që ke bën një ylli vërtet. Faleminderit, jam shumë e lumtur për këtë. Komplimente. Ciao ciao. Tash jemi në pritje të pjesës së dytë të kësaj darke. Egli. Një pauzë të vogël, tu kam dritën tame që është Egli. Dhe si po shkon, si janë përshtypjet për këtë darkë? Unë me thënë drejtën e kam shijuar, jemi lodhur po edhe jemi kënaqur se ka qenë atmosferë festive. Do me thënë kemi kënduar, kemi kërcyer, kemi ngrënë gjëra të mira, kemi qenë të rrethuar nga energji shumë e bukur. Edhe tash do vi përsëri një energji tjetër sepse janë gjithë ato këngëtarë që mezi presin të dalin në skenë. Tani vjen doza tjetër e valleve dhe e ahengut. Si do me përshkruaje me një fjalë këtë vitin që sapo lan pas? Rritje në çdo aspekt. Dhe çose do më veçoje një moment për ty më të bukur, më që ke qef edhe që do mbash gjithmonë me vete, cili mund të jetë? Po, sigurisht që nuk mund t'i heq asnjë pikë dhe asnjë presje momentit kur kam hapur derën e shtëpisë në Big Brother. Kam qenë banorja e parë dhe ajo hyrja aty brenda, shkëputja nga bota jashtë dhe izolimi brenda asaj shtëpie ka qenë një nga momentet që mendoj e personalizon gjithë 2025-ën time, se erdhi shkak pasoj çdo gjë tjetër pastaj më pas. Ndërsa që se një moment që do ta fshish nga ky vit 2025. Shiko, nuk jam njeri që më pëlqen të fshi gjëra nga jeta. Mendoj që çdo gjë që ndodh ka një arsye dhe është gjithmonë për mirë. Kështu që do ta mbajmë mend si një vit shumë të bukur që më ka falur dashuri të jashtëzakonshme nga njerëzit dhe diçka që nuk e kam pritur as të ndërruar në njerëz përtej çdo gjëje. Kështu që një mesazh që ti do t'i thuash sot vajzave të reja. Vajzave të reja, ndoshta mund të tingulloj pak kontradiktore sepse mbase nuk jam njeriu më i mirë në botë për të dhënë mesazhe. Unë jam një njeri i gabueshëm, siç mendoj që janë të gjithë njerëzit e këtij planeti, disa duan, disa s'duan ta pranojnë. Pa ajo çfarë mund të them është ta duan veten. Ky është një mësim që edhe unë e kam marrë, një mësim që do doja ta dinin të gjitha dhe ta bënin të gjitha. Ta duan veten, po njëkohësisht edhe të jenë të ëmbla dhe të vazhdojnë të dashurojnë. Kjo është një mesazh shumë i bukur dhe në fakt një nga mesazhet që po den më shumë pa është kjo pjesë e dashurisë. Për 2026-ën po urohet shumë dashuria, shumë dashuri. Po
Nuk mendon edhe ti që është esenca e jetës dashuria? Absolutisht po. Ne vim në jetë nga dashuria dhe cikli i jetës, riprodhimi, vazhdon pikërisht nga dashuria. Nëse nuk ka dashuri, nuk ka ekzistencë. Kështu që çfarë mund të jetë? Edhe unë jam shumë. Këtu flasim për dashurinë në familje që është primarja, dashurinë në aspekt sentimental, dashurinë për kafshët, dashurinë për jetën, dashurinë për gjithçka. Kështu që çfarë është më esenciale se kaq? Kjo është më vërtet, por atë që unë vunare më shumë është pjesa sikur po mungon kjo dashuri, pak kjo dashuri edhe sikur njerëzit kanë nevojë për dashuri, sidomos moshat pak më të mëdhaja ma kanë shpreh këtë pjesën e dashurisë. Shiko, mendoj se moshat më të mëdhaja dhe ai brez për cilin ti po flet kanë dashuruar në një formë tjetër nga ne. Mendoj që ata kanë pasur gabimet e veta. Në fakt unë e shoh po e prek këtu me ty për herë të parë këtë gjën, e shoh edhe në rrjetet sociale, ndoshta edhe nuk janë shumë të rrahur, le të themi, ose të mirë informuar mbi rrjetet sociale, por shoh një tendencë për një shfryrje mlefi të frikshme nga moshat e treta, kështu që nuk di të them nëse janë njerëzit e duhur për të na mësuar se si duhet të duam dhe të shprehim dashurinë hapur, nuk po i fus këtu të gjithë, po më ka rënë në sy ky fenomen edhe do doja që ta bëja një thirrje publike, mos për zonjat në moshën e nënës time e mëtej, që duhet të jeni pak më të kujdesshme dhe më të dashura, sepse nga juve mësojmë ne të tjerët, kështu që gjeneratat që të vinë të paktën të jeni një shembull i mirë dhe i bukur, sidomos në rrjetet sociale që janë bërë një ndikim shumë i madh sot. Si ishte kjo mbrëmje? Si janë përshtypjet e para? Ishte një mbrëmje e mrekullueshme. Na keni kënaqur gjithmonë me muzikën, me gjithë the art, si e keni përjetuar dhe ju? Serioz u kënaqesh? Patjetër që po. Na normal kur kënaqem ju në jem shumë mirë, dihet e punë. Ky viti që sapo lam, si ishte për ju? Si mund ta përshkruani? Ky vit si e lam pas ishte i mirë, shumë i mirë, duke falendëruar Zotin si jemi shëndosh me familje me gjithë, dhe urojmë edhe viti tjetër të jetë kështu, ne bëmë Zoti më mirë, edhe me mall, çdo s'ka problem. Qëse do veçoje një moment të bukur, cili do ishte në vitin 2025? Po kam shumë tash është arrivuar tash më ashtu, po me i kujtuar të tëra, po në përgjithësi orari von. Në përgjithësi ka pas shumë momente të bukura, kështu që nuk po e veçoj nga asnjë. Por një moment që mbase do doje të fshije. Jo shumë të këqëm. Me thonë drejtën, nuk më kujtohet ndonjë gjë si duhet ta fshij. Kjo është pozitive, do thojë që gjërat e mira ishin më shumë. Se janë çfarë do të jenë pjesë të jetës. Ka up and down i thon English. Absolutisht po. Një urim për shqiptarët. Të gjithë shqiptarëve ju uroj kudo që ndodhen në botë, gëzuar dhe vetëm gëzim me paqe gjithmonë. 1, 2. Shiko si fillon viti i ri 2026. Gëzuar në çdo vatë shqiptare. Urimi nga zemra vjen për gjithë shqiptarët në përbot, që nuk janë pak, po janë miliona. Gëzuar qoftë një vit i mbar, ardh i mbar nga tropoja. Shikoj kush është këtu, shikoj. Në Konispol. Gëzuar. Doja t'ju uroja me gjithë zemër një vit sa më të shëndetshëm, të lumtur, të plot me ngjyra nga unë Livia, gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen.